Një kërcënim i ri po përhapet me shpejtësi në ujërat e Mesdheut. Peshku i argjend, një specie jashtëzakonisht toksike dhe pushtuese, po zgjerohet drejt brigjeve të Italisë, Shqipërisë e Kroacisë. Origjina e tij është nga Oqeani Indian, por ka hyrë në Mesdhe përmes kanalit të Suezit, përmes një fenomeni të njohur si migrimi lesepsian. Kohët e fundit ky peshk është parë në pjesën veriore të detit Adriatik, në një përhapje më të gjerë se kur më parë. Ai tashmë përbën një rrezik serioz për ekosistemin detar dhe për shëndetin e njerëzit. Arsyet? Ky peshk përmban tetrodoksin, një neurotoksin që është 100 herë më vdekjepruese se cianuri dhe për të cilën nuk ka antidot. Vetëm disa miligram janë të mjaftueshme për të shkaktuar paralizë, ndalim të frymarrjes dhe vdekje. Në Europë, konsumimi i këtij peshku është rreptësisht i ndaluar. Në Japoni, një specie ngjashme e njohur si fugu përgatitet vetëm nga kuzhinierë të trajnuar, por edhe aty rreziku mbetet i lartë. Në rastin e peshkut të argjendët, siç ai njihet, përmbajtja e toksinës është aq e lartë sa përpunimi i sigurt është pothuajse e pamundur. Përveç rrezikut për njerëzit, ky peshk po kërcënon edhe biodiversitetin e Mesdheut. Ai është një grabiqar agresiv që ushqehet me molusqe dhe peshq të vegjël, duke dëmtuar popullatën vendase. Me një ritëm të lartë të ripërtimit dhe mungesë grabiqarësh natyral, ai po përhapet pa kontroll. Peshkatarët gjithashtu po përballen me dëme në rritje dhe mjetet e tyre të peshkimit. Në disa vende si Greqia, Turqia dhe Shqipëria, autoritetet kanë nisur të shpërblejnë peshkatarët që kapin këtë specie. Edhe në Spanjë dhe Itali janë ndërmarrë masa nga përfshirja në listat e specieve invazive deri tek fushata e informimit publik. Shkencëtarët paralajmërojnë se për shkak të ndryshimeve klimatike dhe rritjes së temperaturave në Mesdhe, kjo specie mund të jetë tashmë një pjesë e shndrueshme e ekosistemit.